إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se e mira më e madhe që e posedon njeriu, që e jeton njeriu në këtë dunja, është e mira e cila quhet Islam, është e mira e cila zbret nga Allahu Azza wa Jall, është e mira ajo fe e cila është e vetme e pranuar tek Allahu Azza wa Jall, mirësia e Islamit e cila nuk krahasohet me asnjë mirësi tjetër në këtë dunja. Ne elhamdulillah jemi musliman, kemi qenë musliman me vite, kemi qenë musliman me shekuj dhe vazhdojmë dhe shpresojmë të qëndrojmë në Islam deri në frymën e fundit, deri t'ia dorëzojmë shpirtin Allahut Azza wa Jall. Megjithatë, ka prej njerëzve të cilët duke qenë musliman e devijojnë rrugën, duke qenë musliman e humbin rrugën, duke qenë musliman i akthejnë shpinën fesë Allahut Azza wa Jall, e sidomos në këtë kohë, në kohën e fitneve, në kohën e sprovave, të cilat neve na rrethojnë për çdo ditë, na rrethojnë nga gjitha anët, fitnet e ndryshme, fitne njeriu në vendin e tij, në popullin e tij, në rrugët në të cilat del, në vendet në të cilat qëndron, në punët të cilat i punon, e rrethojnë fitnet besimtarin në këtë kohë, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na nxiti dhe na porositi, duke thënë: Badiru bil amali fitanan ka qita'i al-layli al-mudhlim, para priu fitneve me punë të mira, do të vinë fitne të cilat do të jenë si errësira e natës. Çka do të ndodhë në ato fitne? Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, e zën mëngjesi njeriun duke qenë musliman, e zën mbrëmja atë si jo musliman. Wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafira, e zën mbrëmja dikant si musliman, kur vjen sabahu ai ma nuk është musliman. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, e ka shitur fenë e vet, e ka shitur dinin, imanin e vet për një çështje, për një gjatë të kësaj dunjaje. Dhe shohim her pas here që njerëzit devijojnë, njerëzit largohen nga rruga Allahut Azza wa Jall. Ka qenë musliman, ndoshta nuk është sot musliman. Ka qenë i namazit, ndoshta e kalon namazin e tij. Ka qenë i ibadetit, e kalon ibadetin e tij. Ka qenë i rrugës Allahut Azza wa Jall, mirë po sot i a ka kthyer shpinën kësaj rruge. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye devijojnë njerëzit nga rruga Allahut Azza wa Jall? Disa prej tyre devijojnë nga se që në fillim nuk janë të sinqert në rrugën e tyre. Disa prej tyre devijojnë nga ignoranca, nga se nuk e njohin si duhet
fejnë Allahut Azza wa Jall. Disa prej tyre devijojnë nga lakmia e kësaj dunjaje. E sheh veten që nëse qëndron në Islam, Islami atij ja mbyll disa rrugë të epsheve, rrugë të harameve, rrugë të dunjas, të cilat Islami ja ndalon. E sheh veten që nuk mund të qëndron në fenë Allahut Azza wa Jall për shkak të dunjas, për shkak të lakmis, për shkak të pasurisë, për shkak të famës, për shkak të epsheve. E lën fenë Allahut Azza wa Jall dhe kthehet aty ku ka qenë, apo largohet dhe kthehet në devijimin e tij. Kështu ndodhi me një njeri, me një poet të madh, i cili jetoi në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ishte poet i dalluar, i njohur me poezitë e tij, ndërsa poetët në atë kohë kishin rëndësi të madhe në gjithë popullin, sikur sot të jetë një media e cila ka ndikim të madh në popull, e cila ka përcjellje të madhe në mesin e njerëzve. Kështu ishin poetët e asaj kohe. Një poet i njohur si Aisha, poeti Aisha, nga vendi i tij kishte dëgjuar për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kishte dëgjuar për Islamin, për të mirat e kësaj feje, për udhëzimin e kësaj feje, për njeriu më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, derisa ishte ndikuar dhe kishte thur poezi për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ende pa e pranuar Islamin, u nis nga vendi i tij që të shkon në Medinë, ta deklaron shahadetin, të jetë nga mesi i shokëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, duke ecë rrugës, duke qenë rrugës, idhujtarët kishin dëgjuar për lajmin e këtij poeti, e dinin ndikimin e madh, e dinin rëndësinë e madhe, e dinin që ai pastaj do thur poezi në lavdrim të Islamit, në lavdrim të Kur'anit, në lavdrim të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dolën në rrugë që ta pengojnë atë. O filan, për ku je nisur? Ti je poet i madh i këtij vendi, i këtij populli. Ti je figure lartë e këtyre njerëzve. Ti je me ndikim të madh në mesin e gjithëve. Për ku je nisur? Jam nisur që ta takoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ta pranoj Islamin. I than atij, a nuk e di që nëse bëhesh me te, nëse hyn në fenë e tij, ai do t'i ndalon ty disa gjëra. Tha, e çka do të më ndalon? Do ta ndalon zinan. Tha, edhe nëse më ndalon, unë ma vetëm se jam plak, edhe nëse më ndalon zinan, nuk e kam problem. Do ta ndalon pastoren, kazinon, komarin, bigjozin. Tha, edhe atë nuk e kam shumë problem. Do ta ndalon kamatën, edhe atë nuk e kam shumë problem. Do ta ndalon alkoolin. Subhanallah, sa për njerëzve e kanë pikën e tyre të dobët, që shejtani u agjen atë që mos kthehen në Islam, apo mos udhëzohen, apo mos afrohen, se ti nëse afrohesh të duhet kjo gjë edhe kjo gjë. Than, ai ti do ta ndalon alkoolin. Ndërsa ky poet ishte i njohur në mesin e gjithëve si pirës i madh i alkoolit. Pa alkool për te nuk ka jetë. Pa alkool ai nuk mundet. Edhe alkoolin do të më ndalon. Than, do të ndalon ty edhe alkoolin. Atëher u lëkund ky poet. Atëher filloj që të mendon ky poet. I than, nëse kthehesh mbrapa, nëse nuk e pranon Islamin, ne ty do t'i japim edhe 100 deve. Tha, nëse ashtu, une do të kthehem në vendin tim, do të qëndroj 1 vit, do të pi alkool mirë, do të shfrytëzoj këtë vit maksimum, dhe në fund pas 1 viti do të kthehem dhe do të pranoj Islamin. Çka ndodhi? U kthy ky poet në vendin e tij, nuk e pranoj Islamin. Mirë po, nuk e arriti vitin e ardhshëm. Nuk e pranoj Islamin për çfarë? Për epshet e tij, për lakmin e dunjas, për haramet të cilat në sa rast të bëhen pengesë që njeriu të udhëzohet,
që njeriu të afrohet, apo nëse rasti njeriu devion, e lën fenë Allahut Azza wa Jall. Për çfarë arsye? Për shkak të epsheve. Tha Allahu Azza wa Jall: "Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Mos e paso epshin se do të devion ti nga rruga Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu disa njerëz nuk udhëzohen, gjithashtu disa njerëz nuk afrohen. Shkaku i kibrit, shkaku i mendje madhësisë, shkaku i urrejtjes, shkaku i xhelozis, nuk ka dikush që mund t'ju tregon atyre për fenë Allahut Azza wa Jall, nga sa ata e din. Ata nuk marrin prej teje, ata nuk marrin prej askujt, nuk afrohen në fenë Allahut Azza wa Jall. Kanë xhelozi ndaj fesë Allahut, kanë xhelozi kundër Islamit, kanë xhelozi kundër njerëzve që e praktikojnë fenë Allahut Azza wa Jall. Kështu ndodhi me idhtarët e librit, për të cilët tha Allahu Azza wa Jall: "Wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Sa prej atyre që janë krishterë edhe jehud duan që juve t'ju kthejnë në mosbesimtar, pasi që ju jeni musliman. Për çfarë arsye? Hasadan min indi anfusihim, nga xhelozia e madhe që e kanë në veten e tyre. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, me gjithë sa ata e din të vërtetën, nuk e pranojnë të vërtetën, mundohen edhe juve të ju largojnë nga e vërteta. Kibri, mendje madhësia, është e rrezikshme, jo vetëm për ata që nuk janë musliman, edhe për ata që janë musliman e që kanë mendje madhësi. Çka është mendje madhësia? Than ja Rasulallah, dikush prej neve dëshiron të vishet bukur, a është kjo mendje madhësi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Allahu është i bukur, e don bukurinë. Nuk është kjo mendje madhësia. E çka është mendje madhësia? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Mendje madhësia është ta kundërshtosh të vërtetën, e sheh të vërtetën, e dëgjon të vërtetën, i dëgjon fjalët e Allahut, i dëgjon fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sheh të vërtetën me sytë e tu, me sytë e ballit, me sytë e zemrës, dhe në fund nuk e pranon atë, nga xhelozia, nga mendje madhësia. Kjo është e rrezikshme. Besimtari duhet ta ul kokën para argumentit, para Kur'anit ne jemi të nështruar, para sunetit ne jemi të nështruar. Ne nuk kemi fjalë tjetër përveç se sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe u nështruam. Kjo është rruga e besimtarit të sinqert, kjo është rruga e besimtarit të vërtet. Gjithashtu ajo e cila i devion njerëzit nga rruga e vërtet, e sidomos rinin, sidomos të rit, të cilët ndoshta i afrohen xhamis, largohen pas një kohe, i afrohen namazit, largohen pas një kohe, largohen nga haramet, kthehen përsëri. Për çfarë arsye? Për shkak të shoqërisë së keqe. Shoku i keq ta humb dunjan, shoku i keq ta humb ahiretin. Sa prej njerëzve i janë kthyer fesë Allahut Azza wa Jall, i janë kthyer abdesit, i janë kthyer sejdës, i janë kthyer islamit, ashtu si kërkon Allahu, duke qëndruar me shokët e këqij, duke qëndruar me të devijuarit. Pas një kohë, në vend se në xhami i gjen në diskotek, në vend se me Kur'an i gjen me haram, në vend se me ibadet i gjen në dalalet. Për çfarë arsye? Për shkak të shokëve që e rrethojnë. Ai i cili dëshiron që të qëndron stabil në fenë Allahut, duhet ta zgjidh shokun me kan qëndron, me kan bisedon, me kan pin kafe, me kan diçan dertet. Kush është i afërmi yt që ti jeton me te vazhdimisht në jetën tënde të përditshme? Nëse të afron në rrugën e Allahut, mbaje. Nëse të largon nga rruga e Allahut, largohu prej ti, nga se shoku i keq jo që ta humb dunjan, ta humb edhe ahiretin. Kështu ndodhi me Abu Talibin, xhaxhain e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të